Tregtarët e Vlorës dolën sërish këtë të shtunë në protest para teatrit Petro Marko, kundër vendimit të Këshillit Bashkiak për zhvendosjen e tyre nga zonat aktuale të tregtimit. Ata prisnin kryeministrin Edi Rama në takimin që u mbajt në teatr, por kreu i qeverisë duket se ka ndryshuar agjendën dhe kur mbërriti në Vlorë, sikundër ishte njoftuar. Sipas vendimit të miratuar, tregtarët e fruta perimeve do të zhvendosen në tregun e Çoles, ndërsa tregtarët industrial në tregun e Shumicës në zonën e ish ushqimores. Protestuesit shprehen se vendimi është marrë pa një konsultim real me ta dhe pa u ofruar garanci për kushtet minimale të punës. Ata theksojnë se zhvendosja larg qendrës së qytetit i largon nga klientët dhe rrezikon seriozisht mbijetesën ekonomike të familjeve që jetojnë nga ky aktivitet. Na ka dhënë një zgjidhje që na kthyen ndije, na ka dhënë një zgjidhje që do të çojmë te stacioni i trenit apo te hipoteka. Ne kemi kërkuar thjesht bashkisë që dakord na çojë te stacioni i trenit, ne duam atë zbukurimin e qytetit, jemi kundër zbukurimit. Kundër qendrës historike, të bëjnë çfarë të duan më burrë, kupton? Qofse ata duhet ta bëjnë dyert të bukur, ne si vllonjaç jemi ta bëjnë 4 euro, 5 herë më të bukur. Thjesht kërkoj vetëm gjë minimale. Të bëjnë një diçka ku të vendosin mallin, ku të lë mallin. Mos na vjedh njëri. Bashkia s'ka lek. Do investojmë ne burr, gjysmë bashkia, gjysmë ne. Që thjesht të ruajmë atë mall që kemi për të ruajtur, nuk i kërkojmë ndonjë gjë të jashtëzakonshme bashkisë. Nuk ka bashkia lek për rojën, do ja pagojmë ne. Thjesht sa këto 2 veta, 3 veta të ruajmë mallin, ose të bëj kapanon, ti përgjigjes ne. Nuk ka mundësi bashkia për ta bërë kryetarja apo kushdo qoftë më pas. Do të shkoni aty ku është përcaktuar? Patjetër, ku na thonë te stacioni i trenit na dhanë si zgjidhje. Na dhanë si zgjidhje. Dije është kthyer si muhabet. Dije na ka thonë se te i nartës më mirë, po një jallit të nartës më mirë bashki të vi kryetarja me ne vëm tek Lopa. Ku ndat 3 vllazëri me Levanin. Të vi kryetarja, se nuk e di se ku ndodhet ata. Se ne kemi leletur dhe dim se ku është Lopa. Në qoftë për një jallit të nartës me çorape 300 lek, le të vej kryetarja që ti blejë, ne nuk i blejmë dot. Dhe s'kem mundësi që të vejmë. Na dha një zgjidhje për te stacioni i trenit, prisim që të na japni një vend, një kapanon, një zgjidhje ku të lini mallin, ku të bëni ku të ashtu. Tash në qoftë ajo kishte sa për të larë gojën, sepse ne u mblodhëm të gjithë një dorë. U bëm bashk dhe ata kthyen, a ndashte hipoteka, pak në cika. Apo ndashte hipoteka, ku ta shikojnë ata të arsyeshme? Ne shpresojmë që kryeministri që ka thënë me dëshirë shumë të madhe që jam djali i Vlorës, të na dëgjojë një fjalin tonë që është e drejtë. Nuk duam zgjedhje. Zgjedhja është e tyre. Ne vetëm na caktojnë një vend ku të na vënë që të ushqejë fëmijët tanë. Nuk u kërkojmë ndonjë gjë. A nëse bashkia ka një 400-500 vende pune që të na fusnë kryefamiljarët në punë, që të ushqejnë fëmijët me dëshirë më të madhe do t'ia falin dhe mallin bashkisë. Do ta djegin fare. Na fusin punë vëlla. Atë që ka vendosur edhe urgjenca nuk të vinë aq shpejt. Kemi marrë gjithatë mall ku ta çojmë. Ta lë pak 6 muaj, 8 muaj. Pastaj ne dim ku të vemi, ku të bëjmë, marrim më mall, s'marrim më mall tjetër. Ne ka ngel kemi mund të kenë njerëzit na 5 milionë, 6 milionë lek mall njerëzit në dyqane. Mira është me këtë gjendje që ka krijuar bashkia është shumë keq. Janë tregtarët të tërë allegjinj, kanë fëmijë për të ushqyer, kanë mall me shumicë me miliona lek, janë të tërë. Ku do të çojmë? Për 3 ditë do të lirot tregun. Për ta kish bërë 3-4 muaj para këtë punë. Para vitit 30 do merresh mallin në Tiranë të vinte në Vlorë. Janë mbytur plot e mall. Ku do e çojnë mallin njerëzit? Ku do jetojnë? Me këtë treg vetëm 30 vjet që ushqemi ne këtu. Mbajnë familjet tona. Tani pa dhënë një rrugë zgjidhje dhe një treg të mirëfill që të dimë dhe ne si të veprojmë pastaj. Edhe unë mbështetem krah këtyre tregtarëve, jam qytetare vllonjate. Tregu duhet të ri këtu në Vlorë, pse duhet të vej ku dua bashkia o të tjerë. Ka mundësi të bëhet këtu në Vlorë për shembull. Janë gjithë këta tregtar të vjetër, ka nga 30 vjet, 35, të tërë ushqehen, kanë fëmijë në shkollë, fëmijë të vegjël për të ushqyer. Janë në prag të pensionit për të marrë, ku do ta gjejnë të drejtën e tyre? Prandaj të bashkohemi të tërë bashk, të kërkojmë të drejtën e këtyre tregtarëve të tërë. Pse duhet të vemi neve në jallit të nartës për shembull, që thanë dije. 30 vjetësh në tregun e Vlorës. Si unë janë të gjithë shokët e mi.
të gjithë kemi mall dhe kemi hedhur mundin ton atje. Zonja kryetare kishte marrë një vendim dje në Këshillin Bashkiak që të na çojnë në Jalli të Nartës. Në Jalli të Nartës është vetëm për shumicat e perimeve. Nuk ka mundësi qytetari të ngrihet vit të marr mua të më psonis mua atje dhe të mbaj mua, se mua gjithë qyteti më mban, që ushqej fëmijët, që mbaj shtëpinë. Nuk mundemi dot. Si unë dhe shokët e mi është që në qoftë se ai tregu do bëhet dhe ne s'jemi asnjëri kundra, të bëhet dhe pjesërisht, që të kemi mundësi të punojmë, të mblidhemi të gjithë në një vend, të punojmë, ose ndryshe, brenda qendrës së Vlorës, të marrë një ndërtesë zonja kryetare, do ta paguajmë vetë dhe të na sistemoj. Jo të na lërë të na ka hedhur në rrugë, zotri. Na ka hedhur në rrugë. Sot jemi këtu, meqense vin kryeministri, i bëjmë një kërkesë të gjithë së bashku që të jap një zgjidhje kësaj shtrese, se në qeveria ose nga bashkia kjo lloj shtrese nuk ka marrë asnjë gjë. Edhe në kohën e pandemisë, edhe në kohë të vështira që kemi qenë, kemi përballuar vetëm, edhe kemi ndërtuar vetëm me hekura në shi, në borë, në breshër dhe nuk kemi patur asnjë lloj ndihme nga asnjë lloj bashkie, kushdo që ka qenë. I lutemi shumë kryeministrit ta dëgjoj zërin ton dhe të marrë një masë për të mirën e familjeve tona, të fëmijëve tan. Jemi me kredi, jemi me shtëpi me fëmijë në përshkolla, jemi me njerëz të sëmurë në shtëpi dhe kështu jemi me qira, nuk kemi mundësira më se ku të vemi dhe ku të kapemi. Na ka vajtur thika në palc. Se me 200 ka domate, ne kemi gjithat farmall, kështu që jemi drejt ton kërkojmë, ne kërkojmë thjesht le të bëhet, çfarë do le të bëj atje, pallate të bëja, treg të bëja, çfarë duhet të bëj, por ne të na sigurojë diku në një vend tjetër të jemi të buruar, jo në qelltap. Se nuk është drejt. Janë familje që ushen aty, janë 500 veta, kemi 35 vjet që punojmë atje. Ku na nxjerrin në rrugë të madhe na nxjerrin atje? Na nxjerrin në qell, apo në shi, në derë. Atje nuk bëhet treg. Jo, atje talen me neve. Nuk atje talen me neve. Urdhë të lutem shumë, ku është qendra e Vlorës? Ku është populli? Në skel, këtu, këtje? Apo në balë të Çolës? Tregu Çolës nuk shkojmë, fruta perimet edhe zona ashtu nuk shkojmë. Kërkojmë sa më afër këtu ku jemi. Kërkojmë para postës, është treg profesional edhe neve. Tregtarët kundërshtojnë vendimin e marrë nga Bashkia e Vlorës për zhvendosjen e tregut industrial tek ish ushqimorja dhe tregun e fruta perimeve në tregun e Çolës. Ata pritet që të vijojnë për shkallëzimin e protestave, nëse nuk do të ketë reagime nga Bashkia e Vlorës.